Dhuna në familje nuk po ka të ndalur. Për këtë fakt dhe rënjën e këtij fenomeni kaq të rënd për shoqërinë u diskutua në tryezën organizuar nga rrjeti i organizatave Rograek në Gjakov. Mirlinda Berisha, koordinatore e projektit, tha se po synojmë të vetëdijsojmë femrat që ta raportojnë dhunën. Ndërsa drejtoresha ekzekutive tha se pavarësisht sfidave ne duhet të jemi luftarake dhe të vetëdijsohemi karshi dhunës në familje. Çka është dhuna, cilat janë pjesët e dhunës, pra në sa faza ajo ndahet, ku të drejtohen dhe si t'i kërkojnë të drejtat e tyre. Ne sot jemi takuar këtu në qytetin e Gjakovës, ku kemi prezantuar një broshurë, ku përbrenda broshurës tregon rëndësinë dhe një herët tregon se si një problem në familje duhet të zgjidhet dhe duhet të orientohet për të ketë një sukses, për me pas një sukses nëse eventualisht ndodh familja në dhunë. Në këtë tryezë morën fjalën edhe gratë të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptase në Gjakov, të cilat shpalosën raste të dhunës në familje. Dohet të ishte jashtë që nëse mendote diçka dohet